Në zemër të një qyteti të njohur nga lojrat, jetojnë dy vëllezër me ëndra dhe pasione të mëdha. Henry, ylli i fushës së futbollit, dhe Rejan, mjeshtri i koshit, por të dy ndajnë një pasion të përbashkët, botën e pakufishme të Roblox. Vëllai im, jam me fat që t'kam. Edhe unë të dua vëllat shko, po më trego, ç'do bësh sot? Sot është finalja. Jam sulmues, dua të shënoj patjetër. Do e shënosh, ti je raket. Ta shohësh, do ta festoj me palacinka. Rejan, me koshin përpara, mban topin me dorën e djathtë. Riniset. Topi përpara, shpejtësi e jashtëzakonshme. E kalon kundërshtari me një driblim të shkëlqyer, hyn në zonë. Godet, portieri e pret. Oh no, çfarë pritje? Stadiumi mbetet pa frym. Rejan, me koshin përpara, mban topin me dorën e djathtë. Ua, crossover i shpejt. Skuadra ngrihet në këmbë. Kalon kundërshtarin, nis fluturimin për në kosh. Topi lëshohet. Jo, del jashtë. I gjithë stadiumi dritet nga zhgënjimi. Bro, çfarë gjuajte? Ishte super, Henry. Faleminderit dem, po më duhet të ik. Vëllai ka ndeshje basketbolli sot. S'dua të vonohem. Pa merak na edhe fitoren. Shko. Rejani, finalja e madhe. Aja driblon kundërshtarin, shkon drejt koshit. Dhe goditja vendimtare. Topi hyn, skuadra fiton kampionatin. Rejan kampioni. Bravo vëlla! Kur e sheh nga këtu apo jo? Po, dhe tani më në fund, palacinkat e premtuara. Për fitoren ton. Për fitoren, gëzuar. Sa të mira, ashtu siç tham. Dhe më të mira sepse i ndajmë bashkë. Jam shumë krenar për ty, vëlla. Edhe unë për ty. Do ta mbaj mend këtë ditë. Gëzuar. Gëzuar. Sa bukur ishte sot, apo jo? Po, por do të ishte akoma më e pabesueshme nëse do të mund të bëheshin personazhe Roblox. Imagjino, të shëtisni në qytet si kockat e lojës. Do të ishte dita më e mirë ndonjëherë. Atëherë ta dëshirojmë. Po ndo. Ja ku është vila jon. Nuk e besoj që e ngritëm të gjithën vet. Shiko sa bukur duket me gjithë këto detaje. Edhe hëna jonë e vogël, Më e ndritshmja në gjithë Robloxin. misioni këtu mbaroi. Koha të kthehemi në botën e vërtet. Dhe të bëhemi kampion.